sot qëtaf në momenti që unë studi erdha për Mantil Bord, nuk më heka Mantilin edhe erdha në studio. Nuk vuj për këti kompleksi. Nuk vuj për kompleksit ku kom pas një rast për isha për edhe regullu dhomin një djallit një kolegu tarë, ku e ka shpim për balë ljumit, edhe po thot granit ka ardhë Karabullaki Zi. Karabullaki Zi është një lloj shpendi, peshë ngrënës, dhe për ne ishtë shumë risi qysh me ardhë në Bistrica, ose në Lombardhin e Pejes. Kjo fletë që uji në atë kohë ke i pastër shumë, edhe në ato momente më duket Hotel Dugazini kishte mbajt peshk mjaftueshëm, edhe më duket Elkos Group ka hedhë në lumë ka hedhë peshk, një shasi konsideru shumë peshkve. Edhe shpendi atë punë ka, e ka vrejtu, ka po peshk edhe ardhë. Po me të ardhë Karabullaki, i cilit janë 5 deri në 6 kg peshk në ditë, është çudi e madhe atë. Unë i thëmë, pritë se erdha, sa e përfundova pacientin, me njerë Lorenzi me vetin, apo i pajisit edhe shkoa të shpendja. A ishte pozicionu bukur mirë edhe unë shtriva në tokë. I njëjti pacient, po kalon andena. Mirë basi s'ki dalë me Mantil Bord. Momentin kur unë isha pozicion shaj për me fotografu, e s'ku ma frot, doktora je mirë? Doktora je mirë? I ku shpendi? I ki shpendi. Ma bre thashtë, ma upe shpendin.